Partitë opozitare shqiptare vlerësojnë se deklarata e diplomatit të lartë europian Jelko Kacin se nëse nuk arrihet kompromisi për emrin, Mali Zi mund të fillojë bisedimet me Bashkimin Evropian përpara Maqedonisë. Është sinjal shumë i qartë që tregon se proceset integruese janë bllokuar nga koalicioni qeveritar. Zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Luan Tresi thotë se koalicioni qeveritar ka bllokuar të gjitha institucionet dhe demokracinë në vend, duke i shndruar ato në instrumente të nacionalizmit primitiv maqedonas. Partia Demokratike Shqiptare, thot Tresi, nëpërmjet platformës së saj politike e njohur si marrëveshja politike, do ta detyrojë kryeministrin Nikola Gruevski që të ulet me liderin e opozitës shqiptare Mendu Thaçi për t'i hapur rrugë integrimit euroatlantik të vendit dhe të rregullimit të statusit të brendshëm të shqiptarëve në Maqedoni. Ndërkohë zëdhënësi i Demokracisë së Re Arjanit Hoxha vlerëson se deklarata e eurodeputetit sloven Jelko Kacin duhet të merret si paralajmërim se Maqedonia po largohet nga aspiratat euroatlantike. Prandaj kjo qeveri duhet i tregojë qytetarëve se çfarë alternative është duke përgatitur, shpreh Hoxha. Universiteti Shtetëror i Tetovës ka kërkuar nga Ministria e Arsimit financimin e vetëm një laboratori, aty për shkencat mjekësore. Këtë e bëri të ditur Ministri i Arsimit Nikola Todorov pas pyetjes së televizionit Alp se përse Universitetit Shtetëror të Tetovës i është lejuar pajisja e vetëm një laboratori. Ministri Todorov shpalli të hapur tenderin ndërkombëtar për pajisjet e 22 laboratorëve në fushën e shkencave teknike dhe teknologjike me vlerë prej 4.300.000 eurove. Projekti Shkencë 2010 ka për qëllim pajisjen e laboratorëve të institucioneve publike të arsimit të lartë në Maqedoni, edhe atë të inxhinierisë elektrike, inxhinierisë mekanike dhe atyre të shkencave matematiko-natyrore dhe teknologjike. Kreu i drejtorisë për parandalimin e larjeve të parave dhe financimin e terrorizmit, Vane Cvetanov, dha dorëheqje nga funksioni të cilën e ushtronte që nga viti 2006. Cvetanov thotë se këtë veprim nuk e ka ndërmarrë për shkak të Komisionit Antikorrupsion, por për shkak të politikës hipokrite dhe mos interesimit për luftë kundër krimit të vërtet nga qeveria. Antikorrupsioni kërkon shkarkimin e Cvetanovit për shkak të lëshimeve në punën e tij. Por Cvetanov theksoi se me daljen e rezultateve në dritë, me përpunimin e rasteve janë rrezikuar shumë struktura, grupe dhe interesa të mëdha të fuqishme dhe se problemet kanë filluar që në vitin 2009, kur policisë janë dërguar shumë raste. Në atë kohë, shton Cvetanov menjëherë është ndërprerje dhe komunikimi me qeverinë. Cvetanov thekson se edhe përkundër insistimit të tij, kryeministri nuk ka gjetur kohë për të takuar me të, me qëllim që ta informojë për situatën. Menjëherë pas dorëheqjes së Cvetanovit, qeveria njoftoi shkarkimin e tij nga posti. Në vend të tij është emëruar Vladimir Atanasov. Shkarkimi i Cvetanovit ka shkaktuar përplasjen e VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s. Nga partia Gruevski thonë se në bazë të rekomandimeve të kryeministrit, Komiteti Ekzekutiv i partisë ka konstatuar se duhet të kërkohet dorëheqja e kreut të drejtorisë për pengimin e larjes së parave dhe financimin e terrorizmit. VMRO-DPMNE thekson se drejtori Cvetanov duhet ballafaqohet me faktin se libreza partijake nuk do thotë asgjë nëse ai ka thyer ligjet e shtetit. Ndërkohë LSDM-ja dorëheqjen e kreut të drejtorisë për parandalimin e larjeve të parave, Vane Cvetanov e vlerëson si pranim për kriminalitetin e qeverisë dhe të VMRO-DPMNE-s. Nuk ka konfirmim më të madh kur funksionar të vendosur personalisht nga Nikola Gruevski flasnin publikisht për kriminalitetin, tha zëdhënësi i LSDM-s Emilian Stankovic. Sipas tij, raportet negative revizore, furnizimet publike kriminale, tendert kurdisur me provizionet të mëdha, pasurimi brenda natës i funksionarëve të theksuar janë bërë shenjë mbrojtësie e qeverisë dhe VMRO-DPMNE-s. Kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski kritikoi qeverinë e Nikola Gruevskit se gjatë këtyre 4 viteve nuk ka ofruar as minimumin e kapacitetit demokratik. Petkovski akuzoi VMRO-DPMNE-n për papërgjegjësi në marrjen e vendimeve. PSD-ja konsideron se është e domosdoshme mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pas samitit të NATO-s në Lisbon. Petkovski komentoi edhe formimin e komisionit anketues për incidentin në Kuvend. Sipas tij, kjo është një mbulesë për fshehjen e hapave të qeverisë. Petkovski e quajti skandaloz vendimin për emërimin e deputetit të BDI-s Harullah Misini në krye të komisionit dhe pyeti publikisht se si mundet që kryetari i komisionit anketues të jetë një pjesëtar i koalicionit qeverisës. Lideri i PSD-s tha se VMRO-DPMNE-ja dëshiron që me çdo kusht ta ndajë përgjegjësinë mes pushtetit dhe opozitës për mosmarrjen e datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Çdo paciente do të ketë të drejtën të zgjedhë se në cilën institucion shëndetësor do të jetë fekundimi artificial apo in vitro. Kjo parashikohet me rregulloren e re e cila do të fillojë aplikimin nga 1 gushti.
Fondi për Sigurim Shëndetësor ka ngritur komision të posaçëm, i cili do të vendosë se cila paciente ka të drejtë të fekondimit in vitro. Ky komision do të shqyrtojë të gjitha kërkesat për in vitro deri në 1 gusht dhe do të vendosë të njëjtën për të gjithë, përkatësisht për të gjitha kërkesat nga i gjithë territori i Maqedonisë do të ketë zgjidhje identike, deklaroi drejtoresha e fondit Maja Parangjeva Zmejkova. Me rregulloren e re aplikohet edhe buxheti global. Kjo nuk kupton se të gjitha pacientët, të cilat nga fondi do të marrin pëlqimin për in vitro, do të pranohen nga institucionet shëndetësore dhe do shmanget seleksionimi i tyre. Zëvendës kryeministri serb Božidar Đelić ka konfirmuar se Beogradi do të paraqesë një propozim rezolut rreth Kosovës para ansamblit së përgjithshme të OKB-s. Đelić ka deklaruar se Serbia do të hartojë një dokument të baraspeshur ku do të shprehë gatishmërinë për të biseduar për gjithçka, përfshirë edhe statusin. Ky hap do të dëshmojë fleksibilitet ndaj nevojave të komunitetit shqiptar dhe bashkësive të tjera në Kosovë, tha Đelić. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka udhëtuar drejt Hagës për të marrë pjesë në seancën e vendimit të apelit rreth rastit të tij dhe të Idris Balet e Lah Brahimajt. Seanca do të zhvillohet të mërkurën, më 3 prill të vitit 2008, gjykata e Hagës e shpalli Ramush Haradinajin të pafajshëm dhe liroi atë nga të gjitha akuzat. Prokuroria ka apeluar vendimin e gjykatës. Partia Punëtore Kurde ka angazhuar 3 snajperistët nga Serbia për vrasjen e politikanëve më të lartë turq, shkruan gazeta Stambollit Zaman. Pjesëtarët e PPK-s për Europë janë të detyruar të angazhojnë vrasës të paguar sepse snajperistët e saj më të mirë janë zbuluar dhe eliminuar, shkruan gazeta Zaman. Ndërkohë 6 ushtarë turq janë vrarë gjatë përleshjeve me pjesëtarët e Partisë Punëtore Kurde terroriste në qarkun e Hakkjarit në Turqinë juglindore. Këmbimi i zjarrit ka ndodhur në rajonin e qytetit Çukurgja, kur antarët e PKK-s kanë sulmuar një njësi ushtarake. Autoritetet greke janë të bindura se stili mafioz i vrasjes së gazetarit grek në Athinë është vepër e një grupi vendor terrorist. Sokratis Giolias, gazetar 37 vjeçar, u vra një ditë më parë në shtëpinë e tij në Athinë nga 3 persona të uniformuar. Për Gioliasin, gazetar që merre me histori hulumtuese, qarkullonin zëra se është redaktor i një blogu anonim për lajme, përgjegjës për zbulimin e një vargu të skandaleve, si dhe për zbulimin e skandaleve të reja. Lidhjet e tij të ngushta me Makis Triantafylopoulos, njërin nga gazetarët më të famshëm dhe më të debatueshëm grek, u bën të dallueshëm në opinion. Pas blerjes së Lorikcanës, klubi i njohur turk Galatasaray i mësye një futbollisti tjetër shqiptar. Bëhet fjalë për Valon Behramin, kosovarin me pasaportë zviceriane, i cili luan në Premier League në radhët e skuadrës së West Hamit. Lajmi është bërë i njohur nga disa media turke, por edhe nga ato angleze. Drejtuesit e klubit turk, pasi kanë testuar situatën, kanë hedhur në tavolinë edhe një ofertë për blerjen e mesfushorit kosovar, e cila shkon deri në 8 milion euro. Por për ta realizuar këtë objektiv të tyre, ata do të mundin konkurrencën e fortë që po shfaqin gjermanët e Schalkes, të cilët kanë ofruar të njëjtën shifër. Nëse do të pranojnë ofertën e Galatasarayt, Behrami do të bëhet kosovari i dytë në ekipin elitar turk bashkë me Lorikcanën, i cili u transferua në një mënyrë të bujshme vetëm pak javë te klubi ambicioz. Interi Benitezit ka kryer goditjen e parë në merkaton verore. Blerja e re nuk është Mascherano, as Gerrard dhe as Kajt, të cilët janë kërkuar me ngulp teknikut spanjoll, por është Coutinho, një talent tjetër premtues nga Brazili. Lojtari që ka një ngjeshmëri të madhe pamore me sulmuesin e Milanit Alexandre Pato u prezantua në ambientet Zikaltër. Jam krit ndryshe nga miku im Pato. Ai është një sulmues i mirëfillt, ndërsa mua më pëlqen të luaj pas sulmuesve, pak a shumë si Schneider, deklaroi për mediat talenti brazilian. Skuadra angleze e Liverpoolit ka konfirmuar blerjen më të re të sezonit. Bëhet fjalë për ish futbollistin e Chelsea-t, Joe Cole. Edhe pse vazhdimisht është përfolur për një kalim të futbollistit në skuadrën e Arsenalit, në fund ndodhi ndryshe. Ai ka udhëtuar drejt Zvicrës, ku skuadra e Liverpoolit përgatitet për sezonin e ardhshëm në Premier League. Pas takimit me trajnerin dhe shokët e ekipit, ai duhet që të kalojë testet mjekësore dhe t'i bashkangjitet skuadrës në stërvitje. Cole, i cili nga skuadra e Chelsea-t largohet si futbollist i lirë, do të nënshkruajë një kontratë që do të mbajë atë në Anfield Road për 4 vitet e ardhshme.